Xhamia Ilyas Bey Mirahorit në Korçë, krahas shumë atraksioneve që ofron ky qytet, mbetet një nga pikat kyçe që preferohet të vizitohet nga turistët. Kjo xhami përmban një histori tepër të veçantë. Themeluesi i saj është pikërisht Ilyas Bey Mirahori, me origjinë nga fshati Panarit i Korçës. Myfsiu Lidian Çikalleshi tregon për City News Albania rolin e Ilyas Bey Mirahorit dhe historinë e ndërtimit të kësaj xhamie. Këtu jemi në xhamin Ilyas Bey Mirahori, e cila është situar zemra e qytetit modern të Korçës, të themeluar prej Ilyas Bey Mirahorit, i cili ka studiuar dhe ka shërbyer për shumë kohë në perandorinë osmane. Ai është me origjinë nga fshati Panarit i Korçës dhe në atë periudhë kohore mjaft djem nga zona e Ballkanit, nga trevat e Ballkanit, shkonin për studime në perandorinë osmane brenda sistemit devshirme që quheshin në atë kohë, ku fëmijë djem të moshës mes 8 dhe 15 vjeç shkonin për studime, ku atje mësonin gjuhën turke, konvertoheshin në fenë islame dhe pastaj në bazë të aftësive të tyre punonin në administratën e perandorisë osmane. Vetë Mirahor apo Imrahor do thot Emirul Ahur ose përgjegjës për kuajt e perandorisë, ku nuk ishte vetëm pjesa e shërbimit që mund t'i bëshe apo përgjegjës për të, por ishte përgjegjës edhe si veteriner për këtë pjesë. Mirë po, kjo ishte pjesa më rëndësishme në atë periudhë, sepse makina kryesore e luftës, po themi në atë periudhë, ishte në Kuwait. Dhe kjo shërbeu edhe për pjesën kur u çlirua Stambolli, sepse ishin po kuajt e Ilyas Bey Mirahorit, po edhe ai gjithashtu drejt për drejt, duke marrë pjesë në luftimet apo në betejën, dhe tregoi trimëri të pashoqe, dhe kjo u vlerësua edhe nga sultani asaj kohe, pra Sultan Mehmeti i dytë, ku ju dha titulli Imrahorul Ewel apo Mirahori i parë. Ilyas Bey Mirahori ka lënë disa vakëfe edhe në Stamboll, një xhami që ende sot mban emrin e Ilyas Bey Mirahorit apo vakëf Ilyas Bey Mirahorit ndodhet përsëri në Stamboll, nuk është funksionale, domethënë, po janë pjesat e mureve, rënojave, ndoshta pritet që edhe ajo të restaurohet, të bëhet nga e para, ndërsa në Korçë, pra vepra e tij kryesore që është xhamia, pra vazhdon edhe sot. Ajo që ka bën përshtypje është ndërtimi i qytetit të ri, pas zhvendosjes së qytetit të vjetër, që në atë kohë ka qenë në fshatin Mborje. Mentaliteti i saj kohe, po edhe i perandorisë osmane, që pjesa e vjetër e qytetit, ku kryesisht në zonat e Ballkanit ishte popullsi e krishterë, pra ndodhej një pjesë e qytetit e cila kishte kishat, kishte pazarin, kishte shtëpit për rreth, pra kishte institucionet që mund të ishin gjatë asaj kohe aty, dhe nuk prishej apo nuk prekej dhe nuk përpiqej të merreshe me dhunë apo të konfiskohej nga shteti. Megjithëse mund ta kishte edhe një diçka të tillë, por bëhej diçka tjetër në pjesën përballë qytetit, domethënë të vjetër, filloi ndërtimi i qytetit të ri, e cila çdo gjë fillonte me ndërtimin e xhamisë. Por fillimisht Ilyas Bey Mirahori, pra shkon në atë kohë, domethënë pjesa e pazarit kryesor dhe pjesa e jetës së Korçës, pra ishte më shumë organizuar në fshatin e Mborjes, dhe mbi fshatin e Mborjes ka qenë dhe kalaja e vjetër, që sot për shkak të rënimit edhe për shkak se nuk është aq e lehtë të shkosh të hipësh deri tek pjesa e kalas, me kalimin e viteve, pra u la pas dore derisa u rënua, dhe sot kemi vetëm rënojat e kështjellës. Por në pjesën poshtë, aty ku është fshati sot, ka qenë dikur që quhej Pazari i Mborjes. Dhe aty ku është edhe kisha e Ristozit, pra në atë zonë, pra ka qenë pazari ekzistues i asaj kohe. Aty u ndërtua edhe një xhami, mirë po
xhamia në periudhën e komunizmit, pra me urdhër të Komitetit Qendror u prish. Normalisht pazari ka qenë një çështje tjetër sepse Ilyas Bemirahori pra kishte idealin dhe dëshirën që të ndërtonte një qytet modern dhe këtë nuk e bëri në mborje, por e bëri pikërisht në vendin ku është sot. Dhe fakti që është një nga xhamitë më të vjetra në Shqipëri ka bërë që të jetë monument kulture i kategorisë së parë. Myftësiu tregon se brenda saj ka element të vjetër dhe të rinj. Pjesët e kubes janë rrëzuar, pra nuk janë origjinale siç janë bërë në fillim, për shkak të ndëmtimeve nga tërmetet që kanë qenë gjatë këtyre 5 shekujve, dhe janë bërë restaurime. Dhe nga këto restaurime, janë shtuar edhe element të ri, siç shikoni, pra këtu janë disa piktura, abstrakte apo të godinave apo të ndërtesave që janë shtuar më pas. Është element i shekullit të 19, 18-19, po të shikoni edhe në xhamin e Tembellt në Tiranë, pra ka element të tillë dhe ka qenë, pra është e periudhës së mëvonshme. Madje prej këtyre pikturave, mund të shikoni që ka disa që janë edhe më të reja, siç është kjo piktura e xhamisë, që shikoni të Ilyas Bemirahorit këtu, që është bërë nga piktori Korçar Rushdi Koskova dhe djali i tij, dhe është edhe xhamia që shikoni që do ta filmoni, edhe më pas, është dhe ajo xhami aty, të cilat janë të mëvonshme, ndërsa këto janë të mëhershme, pra nga shekulli i 18-19. Xhamia vazhdon të jetë funksionale edhe sot, e cila është e hapur për 5 kohët e namazit, ku vinë besimtarët falen, sepse siç e dini 2 xhamia në qytetin e Korçës, duke qenë në një zonë të tillë, pra që është afër pazarit, pra afër qendrës Korçës, normalisht frekuentuesit janë më të shumë në këtë xhami. Këtu kemi pjesën, pra kjo që shikoni këtu është pjesa ku falen burrat, dhe pastaj është edhe pjesa këtu lart që quhet mahfili i grave, dhe cilët përdoret nga gratë kur vinë qoftë për kohën namazi apo për ditë të premte kur dëgjojnë edhe ligjëratat. Një element i veçantë, pra që ka kjo xhami, po të shikoni janë në pjesë të caktuara të xhamisë ka edhe disa vrima, të cilat po të shikoni edhe po të ngjitem nga pjesa lart, vetëm janë 2 të hapura, të cilat janë disa qypa, aty që janë qypa bosh. Dhe lihet vetëm një vrim nga jashtë dhe ajo bën, pra kur ne flasim, bën pastrimin e zërit, pra është për pjesën akustike. Pjesë përbërëse e xhamisë është edhe kulla e sahatit, e cila fatkeqësisht për shkak të tërmetit sot nuk është funksionale. Një nga elementet që e karakterizon pjesën e xhamisë Ilyas Bemirahorit është që përballë saj është edhe kulla e sahatit, e ndërtuar në vitin 1784, pra e cila ka qenë karakteristikë e shekullit të 18, kur në ato kohë, ngadalë duke u zhvilluar teknologjia, filluan të dalin edhe orët, por nuk ishin në atë formë në gjendje që çdo kush të kishte një orë në dorë, por bëshin në sheshet e qytetit dhe pothuajse qytetet karakteristike apo më të zhvilluara ndërtonin, pra afër pazarit, po edhe afër xhamisë, sepse shërbente për të dyja, edhe për kohët e faljes në xhami, por edhe për pjesën e orientimit të njerëzve, të tregtarëve në pjesën e pazarit ku të hapnin apo të mbyllin veprimtarinë e tyre nëpër dyqane. Kjo kulla e sahatit fatkeqësisht nuk është origjinale, nuk është e cila është ndërtuar në fillim, pasi në vitin 1960 nga një tërmet që ra në Korçë u rënua, njëkohësisht bashkë me kullën ishte edhe minarja e xhamisë, të cilat të dyja të dëmtuara, pra u rënuan, domethënë u rrëzuan. Dhe këto që gjendjen që shikoni sot, pra janë nga rindërtimi. Turistët vendas dhe të huaj janë pjesë e pandashme e xhamisë. Në këtë xhami ndodhet po ashtu edhe tyrbja e Ilyas Bemirahorit, që respektohet nga besimtarët. Pjesë e kompleksit të xhamisë Ilyas Bemirahorit është dhe tyrbja e Ilyas Bemirahorit, e cila ndodhet në pjesën përpara xhamisë.
Ilyas Bemirahori, gjatë asaj periudhe kur e ndërtoi, ka qenë e modës, po themi një term më të kuptueshëm, që ndërtuesit e xhamive apo njerëzit që kishin kontribuar më shumë në ndërtimin e xhamive, në pjesën ballore të xhamisë ndërtoi tyrbja e tyre. Pra varri i tyre, por që ishte me një formë mauzoleumi, ku brenda këtij objektit ishte edhe pjesa e varrit të tij. Xhamia Ilyas Bemirahori ndodhet në një vend strategjik në qendër të qytetit të Korçës, në afërsi të pazarit të vjetër dhe mbetet një nga ndërtesat më me vlerë për qytetin juglindor.